Do befasojeni me atë që ju ndodh nëse vendosni limon në themra. Ky frut çuditëbërës mund të quhet pa frikë si mbreti i agrumeve dhe gjen përdorime të jashtëzakonshme në kuzhinë dhe jo vetëm. Limoni jep një shije të freskët në sallata, qëndron shumë mirë i shoqëruar me peshk dhe me mish, si dhe u jep një shije të veçantë të ëmbëlsirave. Përmbajtja e lartë e vitaminës C dhe antioksidantëve e shndron limonin në një përbërës të rëndësishëm që nuk duhet të mungojë në ritualin e bukurisë, sidomos në maskat që eliminojnë pikat e zeza dhe njollat kafe në lëkurë. Por jo më pak e rëndësishme dhe efektive mbetet përdorimi i tij në trajtimin e celulitit. Por e keni çuar ndërmend se limoni mund të bëjë mrekulli për këmbët tuaja. Shumë njerëz zgjedhin ta përdorin atë në këtë formë. Lëkura e limonit përmban 10 herë më shumë vitaminën C dhe vendosja e saj në shputhat e këmbëve ose edhe në themrat e plasaritura mund të ndihmojë rigjenerimin më të mirë të tyre, për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar.